Në zemër të Prishtinës, pranë Institutit të Albanologjisë, u mbajt sesioni i rëndësishëm i folkloristikës dhe etnomuzikologjisë. Një ndër figurat më të veçanta të këtij aktiviteti dhe studiues i përkushtuar ishte muzikologu Jesir Hoxha, nga Shkupi që me pasion ruan dhe ringjall trashëgiminë muzikore shqiptare. Në këtë emision të mëngjesit zbuloj më shumë rreth rrugtimit të tij akademik, kontributit në studimet e etnomuzikologjisë dhe vlerën e muzikës tradicionale në kohën moderne. Mirë se erdhe Jesir dhe një ish koleg i studimeve në shkollën e mesme. Në radhë parë, faleminderit për ftesën. Ndjej kënaqësi që të takoj pas disa viteve, megjithatë në një emision. Është e vërtetë ajo që the tek Instituti Albanologjik në Prishtinë, pata një ftesë cilën e vlerësova shumë dhe mbi të gjitha e gjeta të arsyeshme të punoj diçka cilën do t'ju shfaq ardhasve në Prishtinë. Mora ftesën tek dega e folkloristikës dhe etnomuzikologjisë. Mundova të punoj një punim, gjithmonë kam qenë i thar i punimeve të cilët do më shërbejnë rreth parë mua, por pastaj edhe gjithë atyre të cilët dëshirojnë të dinë më shumë rreth këngëve të krahinës së Dervenit. Venin nga edhe vetë vi. Punova një këngë tradicionale folklorike, e notizova këngën dhe u mora pak edhe me tekstin e këngës dhe mbi të gjitha shfaqja gjithë elementet e krahinës së Dervenit tek sesioni folkloristikës në një trajtim shkencor në Prishtinë. Si e përjetove ftesën dhe a kishte interesim të madh për dallim nga evenimentet e tilla që mbahen në vendin tonë, në Prishtinë si ishte mirëpritja të themi kështu? Atëherë, puna e muzikologut padyshim që janë edhe konferencat shkencore. Nuk është e vetmja konferencë që ka marrë pjesë, ka pasur edhe shumë konferenca tjera, megjithatë duke qenë që është në një vend tjetër në rajonin tonë dhe e merr gjërat pak në mënyrë edhe më serioze, sepse sigurisht brenda ka edhe personalitete të cilët i njohin mjaft mirë problematikat edhe të folklorit, por jo vetëm. Kështu që është një detyrim i dyfisht për ta shfaqur materialin ashtu siç duhet. Sigurisht personalitetet të tilla të cilët e njohin muzikologjinë, e njohin etnomuzikologjin, të jep një shtytje më të madhe për të nxjerrë detajet e elementeve të cilët ti ke dashur që të shfaqen. Kishte personalitete si Zef Çoba, aty kompozitor nga Shqipëria, të cilën edhe diskutuan për materialin, por që edhe në përgjithësi kishte një ndjenjë shumë të mirë për punimet të cilët u shfaqen aty. Cilat ishin disa nga temat, sepse pashti që ju keni në fakt shpalosur krahinën e Dervenit të themi, folklorin e kësaj krahine, cilat ishin disa nga tema tjera të cilat ishin prezente në këtë... Atëherë, konferenca shkencore është ndarë në degë të ndryshme, ne kemi qenë se përket folklorit, dhe në përgjithësi ka pas tema të cilët janë bazuar tek elementet autentike, tek elementet e folklorit. Kishte edhe personalitete tjera të cilët shfaqeshin rreth folklorit edhe të Tetovës, por edhe në Kosovë, dhe në përgjithësi janë diskutuar temat cilët kanë bëjnë me etnomuzikologjinë. Është gjë shumë e rëndësishme kur diskutohen temat të tilla, sepse shfaq në vetvete interes për folklorin, për traditën, për gjërat autoktone, sepse në përgjithësi mungojnë sesione të tilla folklorike, duke qenë që rrjedha e kohës ecë shumë shpejt dhe ne duhet t'i trashëgojmë ashtu siç duhet, në mënyrë profesionale, që të nxjerrim në dritë dhe mbi të gjitha ti dokumentojmë. Është shumë e rëndësishme kur folklori, traditat dokumentohen, kur mbahen sesione shkencore dhe kur trajtohen në mënyrë profesionale. Dhe mbi të gjitha kjo është edhe puna e sesioneve shkencore. Të dimë se ku jemi, çfarë kemi bërë, cilat janë problematikat, cilat në një mënyrë ose në tjetër duhet të vendohet theks më shumë, dhe mbi të gjitha edhe kolegët cilët kanë qenë aty të shfaqim edhe punimet tona, sepse janë mbi të gjitha një mund dhe sakrificë që nuk ndërtohen brenda ditës, por janë me vite të tëra cilët punojnë për të nxjerrë elementet cilët i ka vetë zona ose vetë krahina, varësisht nga temat cilët ti pretendon që të punosh. Cilat ishin komentet që i more nga të pranishmit, por ndoshta edhe nga këta të themi personazhe pak më profesional të etnomuzikologjisë, po ashtu edhe të folklorit, disa nga komentet që të lanë më shumë bresa?
Të jemi sinqert, takova kompozitorin Zef Çoba, i cili ne kam takuar dhe në Tiranë dhe përmes profesorit tim më njifte dhe e dëgjoj me vëmendje punimin dhe më komplimentoj për gjërat cilat kisha zgjedhur të paraqitem dhe për problematikat cilat unë mendoj që janë të arsyeshme për të shfaqur. Në përgjithësi, komentet ishin shumë pozitive, na uruan që të punojmë edhe më shumë, që të hulumtojmë më shumë dhe mbi gjitha të sjellim gjërat cilat ardashtit tanë kanë nevojë të dinë në një prizëm tjetër. Me siguri. Unë njësër dua pak të kthej në rinin. Jemi mjaft të rinj, mirë po të kthehemi pak a shumë në vitet të shkollës së mesme, të studimeve, ku edhe ke studiuar, në fakt ke filluar shkollimin tënd në shkollën e mesme Ilija Nikolovski Luj në degën e teorisë. Mirë po më pastaj ke vazhduar edhe studimet në Tiranë. Të rikthehemi pak në shkollën e mesme. Si ke vendosur të vish dhe të studiosh muzikën dhe pse pikërisht degën teorik, pasi që ke qenë mjaft i mirë edhe me instrumente? E vërtet. Shkoj, gjërat mendoj që nuk ndodhin rastësisht, është një dëshirë e hershme prej në fëmëri që të studioja muzikën. Megjithatë, në momenti që nuk ballafaqohesh direkt me gjërat pak më profesionale, ndoshta e ke pak më të vështirë. Në familjen time babi është marrë me folklor pak, kështu që kemi një lloj tradite. Megjithatë, kur hyn në gjërat pak më profesionale, sigurisht që ndryshojnë. Vendosa të jem pjesë e shkollës së mesme të muzikës, ku kemi qenë bashkë në një klasë. Mund të them që ka qenë 4 vite të shkëlqyeshme, një eksperiencë e jashtëzakonshme, kujtime të cilët ngjallin nostalgji, por megjithatë gjithmonë kam qenë i thtarë i mendimit që kemi bërë shumë gjëra të mira. Kemi studiu, kemi ushtruar shumë, sigurisht edhe në instrumente, por edhe në gjërat teorike. Edhe pastaj personi sigurisht e gjen veten ku është ndoshta edhe i aftë më shumë, por kur e gjen edhe energjinë cilët të punoj në shumë gjëra. Sigurisht, edhe instrumenti ka qenë pjesë e imja, vazhdon të jetë piano pjesë e rëndësishme në jetën time, megjithatë gjithmonë. Nuk është vetëm piano, edhe kitara, po, edhe në gitarë kam ushtruar dhe kam pas si instrument. Megjithatë gjithmonë kam dashur që folklorin e kam pas më afër zemrës dhe mendoja që një ditë do të merrem më seriozisht me këtë punë dhe shkolla e mesme sigurisht kemi bërë mjaft punë të mira, edhe gara të ndryshme që kemi qenë, aktivitete të ndryshme cilët tërkohën kemi qenë aktiv dhe në përgjithësi kanë qenë 4 vite me punë, por me punë me vullnet dhe me dashuri, sepse edhe ti vetë di që profesioni jonë është pak i vështirë, në qoftë se nuk ke vullnet, dëshirë, mbi të gjitha motiv për të punuar është shumë e vështirë. Është një profesion delikat. Shumë e vërtet. Sidomos ku vjen pjesa e punësimeve, pjesa e kur përfundojnë studimet dhe që duhet të themi të drejtohesh në rrugën e profesionit tënd, është mjaft e vështirë, mirë po unë në këtë pjesë dua pak a shumë ta falenderojmë edhe profesorin ton, mentorin ton shumë të rëndësishëm, i cili është profesori Behar Veseli, i cili në vitin e 3, nëse nuk gabohem, na udhëzoi të gjithëve, na pyeti se për çfarë drejtimi jemi të interesuar, dhe që nga ai vit ne të gjithë gjetëm drejtimin ton dhe u fokusuam që të informohemi më shumë në drejtimin ton. Më duket që në vitin e 3 edhe ti vendose për muzikologjin, mirë po nuk vendose në fakultetin e Shkupit, por vendose në Tiranë. Ma trego këtë pjesë pak se si ka qenë e gjithë rrugtimi. Është e vërtet, profesor Behar Veseli, cilën dëshiroj ta përshëndes, ka qenë një ndikues shumë i rëndësishëm tek gjithë ne, tek klasa jonë dhe mbi të gjitha po shikon të aftësitë e gjithë secilit ku janë për të arritur gjërat më të mira në veten e tij. Kemi diskutuar mjaft ku të shkoj, çfarë të zgjedh e kështu me radhë. Isha mes etnomuzikologjisë dhe muzikologjisë. Megjithatë etnomuzikologji nuk është se kishte këtu tek ne dhe ishte muzikologjia ajo që më ngërthente edhe degët tjera. Pash Prishtinën, pash Tetovën, Shkupin, bashkë me shokun tonë të përbashkët e nisim dhe po gjeni mundësitë cilët ku do të ishim rahat dhe ku të ndjeshmi. Brenda thellë ndjeja që ndoshta do të lëvizi, por se ku do të shkoja nuk është se e dija sakt, po e diskutonim bashkë edhe me profesorin.
veseli, por sigurisht edhe në familje gjëra të cilat duhet ta diskutojsh për të marrë një hap pak më të tjetër, sidomos kur shkon për studiuar edhe jashtë vendit. Flasim për një moshë shumë të re, realisht të re, po. Dhe në një vend metropol siç është Tirana, mund ta kesh parasysh, domethënë që duhet të jesh shumë i vëmendshëm dhe mbi të gjitha duhet ta kesh fokusin kryesor në gjën të cilën ti ke shkuar për ta bë ose për ta zhvilluar. Në një farë mënyrë u interesova në vendet e rajonit, ti e di që kemi provime pranues për tu pranu dhe pash edhe Tiranën si opsion, thash do ta provojmë fatin. Kemi pas 6 provime bashkë me Enisin për të pranu, kemi qenë 2 ditë për provime, nga 3 provime në ditë dhe më pëlqej atmosfera, energjia e mirë, pash që profesorët ishin në niveli shumë të mirë dhe mbi të gjitha kishte aktivitete të cilët ndoshta këtu në Shkup nuk i gjenim dot. Shumë vërtet. Shumë koncerte të mira, jo vetëm klasike, por edhe koncerte tjera të cilët vinin ardashës artistë të njohur botror dhe avash fillova të bindem që kam bërë një zgjedhje të duhur se përket studimeve në Universitetin e Arteve të Tiranës dhe pastaj të merr jedha e kohës. Kaloj një vit atje, u pranuam dhe pastaj e pam që këtu është momenti i cili ti dëshiron sa më shumë të marrësh dhe për të kthyer në vendlinje, për ta shpalos atë gjë të cilët për ty ka qenë arsyeshme gjitha e rrugtim, gjitha ato sakrifica për të jetuar vetëm, për të shfaqë interes për kulturën dhe për të marrë materiale të cilët ty do të shërbejnë një ditë. Pra gjithmonë ke planifikuar që të kthehesh? Nuk e ke menduar të qëndrosh në Tiranë? Jo, kthimi ka qenë pak më vonë, sepse kisha edhe prej profesorëve që më thonin që do të gjenim punë këtu, mund të qëndrosh. Por mbarova bachelorin dhe thash që po kthehem një herë dhe pastaj do të shohim. U ktheva nga bachelori, fillova punë 2 shkolla të rëndësishme, të Zefësh Markut dhe Pançe Karagjozov, dhe pastaj ishte ideja e masterit ku do ta zhvilloja. Përsëri Tirana më krej dhe edhe aty një 2 vite tjera, diku 5 vite studimi kanë qenë në Tiranë. Më thuaj masterin për cilën lëmi e përfundove? Edhe masteri është në drejtimin e muzikologjisë, do thotë e vazhdova të njëjtin rrugtim për ta përforcuar më shumë dhe për të marrë materiale më të rëndësishme për kulturën. Jetësir unë duhet të flasë paka shumë se ke qenë një nxënës i shkëlqyer, në klasën tonë i dalluar gjithmonë, sidomos në pjesën teorike dhe prandaj kemi ditur në fakt të gjithë nga klasa që Jesiri do të vazhdon në drejtimin e tij, qoftë ajo muzikologjia apo etnomuzikologjia, po ashtu je edhe profesor, je mentor, unë të kam parë në Filharmoni që i sjell shumë shpesh ke sjellur nxënësit dhe i ke njoftuar të themi me botën e artit, me botën e muzikës klasike, një gjë që jo shumë profesor bëjnë, nuk e marrin të themi përsipër një detyrë të tillë, po ashtu je dhe autor i librit që promovon kulturë, dije, traditë dhe kulturën tonë shqiptare. Na flet pak për librin tënd të Shprehjet e folklorit muzikor shqiptar në krahinën e Dervenit. Si ka filluar ideja që të shkruash një libër? Në radhë parë pyetjen tek nxënësit është e vërtetë që kur e prek arsimin është shumë një ndjenjë e veçantë dhe mbi të gjitha atë dëshirë që ti e ke për artin, për kulturën, mundohesh që t'ja mbjellësh edhe brezit më të ri se ne, mundohesh që t'i kulturosh dhe ndoshta t'i shohën gjëra që ty në moshën e tyre ndoshta të kanë munguar për t'i pa, për të pas një lloj jete artistike. Dhe nëpër shkollat të cilët kam qenë dhe vazhdoj të jem gjithmonë brenda vitit kam organizuar aktivitete shkollore të cilët mendoja që janë të arsyeshme që një nxënës i shkollës mesme të jetë njëherë të ketë parë një koncert cilën do t'i shërbej, pavarësisht që nuk është muzikant, por të ketë një lloj kulture të përgjithshme. Kam vërejtje kultura e përgjithshme për aktivitetet e tilla shpesh herë na ka munguar dhe gjithmonë kam gjetur të arsyeshme që të organizoj aktivitete që për nxënësit do të jetë në dobi të tyre. Bashkë kemi qenë edhe në Filharmoni kur kemi parë dhe mjaft nxënës cilët me shumë interes, me shumë vëmendje kanë ndjek një
koncerte të tilla. Dhe mendoj që kjo është e vetmja rrugë në cilët brezi i ri mund ta edukojmë sa i përket artit, sepse sigurisht mund të edukohen me shumë lëmi të tjera, por arti është pjesë që lidhet me emocionin, me ndjeshmërinë, për të pasur një mendim tjetër. Është niveli më i lartë i emancipimit të një populli, mendoj. Është niveli e vërtetë, është niveli më i lartë. Ndërsa se përket librit, ka qenë një punim 3 vjeçar në Universitetin e Arteve në Tiranë, plus pastaj derisa e botova një vit tjetër, do të thotë ka qenë një hulumtim permanent, cilën e kam punuar avash. Gjithmonë e kam pas një mendim që një ditë do të punoj diçka cilë do t'i përkas vendlindjes time, sepse vetëm kështu ne mund ta ngrisim nivelin kur secili merret me gjërat cilët ndoshta edhe i shkojnë më shumë, por edhe ndoshta ka dëshirë të ketë një kontribut të tillë. Bashkë me profesorin në Tiranë, Fatmir Hysin, po diskutonim çfarë teme do të marrë që nesër pas nesër jo vetëm të ngelet në sirta, por të ketë diçka cilën do t'i shërbej dikujt dhe ndoshta do ta marrë që të ketë një të shikoj diçka se çfarë ka bërë dhe çfarë mund të marrë prej aty. Zgjodha temën në fakt libri Shprehjet e folklorit në Krajinën e Dervenit, gjë e cila më ka ndihmuar shumë edhe babi im sepse e njeh folklorin dhe këngët e vjetra. Pastaj kam nxjerrë mjaft elemente aty si nga ana profesionale me notizime të këngëve, por shpeshherë jam marrë edhe me elementet profesionale të rëndësishme brenda, që kam nxjerrë konkluzione për folklorin në Krajinën e Dervenit, sepse është një folklor që për hir të së vërtetës, kur është palosja tek profesorët atje, nuk e kishin idenë që ka edhe në zonën e Shkupit, në rrethinën e Shkupit, një folklor të tillë, si Krajina e Dervenit, një këndim polifonik 2 ose më shumë zëra, dhe mendoj që ne duhet jemi ata të cilët duhet t'i ruajmë me fanatizëm këto gjëra dhe të mundohemi që të punojmë çdo ditë më shumë në gjëra të tilla. Nga cila krahin më shumë, përveç Krajinës së Dervenit, të themi folklori më shumë të ngre dhe mendon që është pak a shumë më i veçantë se tjerat? A mund ta veçosh ndonjë krahin pak më shumë përveç Dervenit, pasi që nuk e fusim në rangun të favorshmeve? Në përgjithësi, Maqedonia e Veriut është një shtek në cilët ne mund të punojmë shumë, sepse ka hapësirë të tilla dhe nuk është gjërmuar aq shumë sa duhet. Do thotë që jemi në hapat për të gjërmuar ende më shumë. Megjithatë është gjë pozitive që tek ne ka material për të punuar, është një thesar i padiskutueshëm. Dhe mendoj që folklori Kërçovës ka mjaft veçori të cilët duhet punuar me shumë delikatesë, por që nuk duhet mohojmë as pak edhe çdo pjesë tjetër të zonës tonë, cilët mendoj që është arsyeshme që jo vetëm unë, por gjithë secili që e shef të arsyeshme të punojmë mbi drejtime të tilla, mendoj që është e dobishme, sepse thash dhe më herët, është e vetmja rrugë cilën ne do mund t'i dokumentojmë gjërat, sepse gjërat cilët do thuhen ndoshta edhe mund të harrohen, por gjëra e cila do shkruhet, do dokumentohet, janë gjërat cilët do kenë një gjatësi më të madhe dhe do t'i shërbejnë edhe njerëzve. Mendoj që është hapësirë e dur që njerëzit edhe të merren me këtë punë, por nuk është vetëm çështje individuale, duhet që të çështje institucionale. Sigurisht që edhe institucionet duhet merren, e në veçanti ansambli i këngëve dhe vallave shqiptare. Jetër, unë shumë mirë e di se çfarë do të thotë të jesh një muzikolog, një kritik i serioz i muzikës, mirë po ta shpjegojmë pak a shumë edhe pjesën e revistave, kritikave që ti ndan me të gjithë. Sa është profesion faleminderues? Mund ta them kështu me një fjalë. Sa mendon ti që të paktën në vendin tonë është një profesion i cili respektohet dhe vlerësohet mjaftueshëm? Shikon, në përgjithësi drejtimet profesionale janë vështira që njerëzit i përthiten ashtu siç duhet, por ne kemi një parim që do ta bëjmë punën ashtu siç duhet ose ashtu siç ne mendojmë që është e arsyeshme për t'u bërë. Sigurisht gjatë viteve kam shkruar edhe mjaft artikuj kritik në aspektin e koncerteve të cilët janë zhvilluar. Mbaj mend që ishte në Tiranë një revista Opus ALB e profesorit Nestor Kraja dhe shpesh artikujt e parë kanë qenë atje. Përderisa isha student dhe ishte një përvojë e zakonshme të analizojsh koncertin në një mënyrë profesionale,
sepse çdo artikull sigurisht që mundoja ta diskutoj edhe me profesorët e mi, për të parë edhe ato rritjet, nivelin dhe mbi të gjitha se çfarë kam shkruar, çfarë kam diskutuar në ato kritika muzikore. Përveç kritikave atje fillova të shkruaj edhe kur u ktheva edhe në Maqoni, më saktë në koncerte të cilët zhvilloheshin në Shkup, dhe her pas here njerëzit që më takonin thonin pas koncertit a do shkruaj diçka. Dhe ndjeva që vendi jon ka nevojë edhe për shkrimet të tilla. Pastaj sa lexohen, cilët janë problematika tjera, është një këndvështrim tjetër. Megjithatë, ato ngelen dhe janë pjesë e rëndësishme e kulturës. E mbaj mend gjatë studimeve në Tiranë kemi pasur që të hulumtojmë edhe jetën artistike të viteve shumë të hershme. Dhe ku do t'i gjesh ato përveç që ishin në gazetat, në revistat. Do thotë ishin të klasifikuara dhe përmes atyre ti mund të kuptoje çfarë lloj jete artistike ka pasur në atë lloj periudhe dhe i kemi hulumtuar. Kështu që edhe tek ne, sigurisht sot ekzistojnë rrjetet sociale, është pak më e lehtë, por edhe ato nëse nuk dokumentohen, nuk ruhen, është pak e vështirë pastaj pas disa viteve të shohësh që ka pas një festival të tillë, ka pas një koncert të tillë ose është shkruar diçka e tillë. Do thotë që e shef se sa e rëndësishme është edhe kritika muzikore, pavarësisht që të ne lë për të dëshiruar, mendoj që duhet të kemi edhe shumë kohë që të kemi që kritika të merret në një mënyrë pak më pozitive, sepse kritika nuk është kritika muzikore nuk do të thotë që ty po të ofendon, absolutisht, por merret me gjëra të cilët në mënyrë profesionale i shef që janë të arsyeshme që i ka parë një profesionist i fushës së caktuar. Kur jemi tek të themi këto kritika, të mirë po edhe të organizime dhe projekte të ndryshme që ke realizuar deri më tani, unë dua të përmend një projekt i cilin kur e kam parë më është bërë shumë qefi dhe jam gëzuar që klasa ime ka organizuar një gjë të tillë, është projekti Përtej Notave. Një projekt mjaft interesant, një projekt i cili po ashtu mundson që nga mosha më e re të gjithë nxënësit e shkollave fillore, nëse nuk gabojmë, të informohen rreth muziciantëve, rreth artistëve dhe profesionit të tyre. Keni organizuar së bashku me tenorin Shinasi Ramadani, po ashtu është ka qenë në klasën tonë, pra kemi ndarë 4 vite së bashku, po ashtu ka qenë Enis Aliu qelliste, dhe nëse nuk gabojmë tenori Ismet Veseli dhe Kolosuri. Dhe Kolosuri pianist, po. Përtej Notave lindi në mënyrë të rastishme. Të jemi sinqert, ideja ishte shumë më herët, por i kishim në një ide që të bëja se përket instrumenteve. Dhe her pas here mendoja që prit ta shfaqim në një mënyrë tjetër. Fillova të shkruaj një skenar për rrjedhën e historisë muzikës botërore, por një skenar shumë serios, ndoshta është vështirë për të shfaqur tek nxënësit. Dhe po mendoja duhet të fusim edhe ndonjë hajgare, ndonjë shaka aty dhe diçka cilët për nxënësin ndoshta do të jetë pak më e kapshme. Është një temë shumë e mirë, ka dalë shumë mirë, e kemi punuar, kemi shfaqur gati 2 vite nëpër shkollat fillore. Shkollat fillore e kam prit në mënyrë të jashtëzakonshme. Bires ku takohemi me djemt, shpeshherë është diçka që shpresoj ta rikthejmë përsëri, sepse edhe gjatë provave kemi kaluar shumë mirë, jemi shoqëri dhe mbi të gjitha e shohim që është diçka që mungon, ndoshta tek vendi jon, sepse aty mënyrën e përshkrimit e kanë bërë edhe me instrumenta, por edhe ka një lloj aktrimi, ka një lloj aktrimi dhe përveç që nxënësit ose studentët të cilët dinë ta bëjnë atë punë, është e vështirë që t'ja besojsh aktorëve cilët nuk janë të muzikës. Prandaj është ngjeshur shumë mirë materiali, është punuar mirë dhe urojmë që ta shfaqim përsëri, pavarësisht që kemi ide për ta shfaqur edhe jashtë edhe në rajon, por një herë do të qëndroj edhe disa vite këndej. Shpresoj që të merr mbështetjen e duhur edhe gjithmonë të ketë projekte të tilla, sepse me të vërtetë unë kur e kam pa kam qenë befasuar, sepse ka qenë diçka shumë e bukur dhe diçka shumë interesante për të plasuar në shkollat fillore dhe për të informuar edhe nxënësit se çfarë është në fakt një profesion i një tenori, një pianisti apo të themi edhe të gjithë degët tjera që i ofron muzikologjia, muzika. Jesir, unë të falenderoj shumë që ishe prezant bashkë me ne sot. Unë përfund dua që të ndash një
një mesazh për të gjithë, një këshill për të gjithë ata që po na ndjekin, qofshin edhe ata që duan të ndjekin muzikologjinë, etnomuzikologjin, të informohen më shumë rreth folklorit, pse jo, krahinave të shumta që ju studioni dhe po ashtu jeni kritik serioz të punës suaj, dhe unë jam shumë sigurt që herën tjetër kur do të jemi në studio së bashku, do të flasim për gjëra shumë të bukura, libra të ndryshëm dhe gjithçka në vazhdim që do të krijosh në krimtarinë tënde. Patjetër, këshilla e vetme që do ta jepi është që njerëzit të merreshin në art, është gjë e bukur, është gjë që lidhet me emocionet dhe mbi të gjitha është gjë që do të shërbej në jetë. Dhe bona faleminderit edhe prej teje për ftesën, është kënaqësi të gjendim në një studio, në një këndvështrim tjetër të bisedës. Faleminderit shumë dhe është kënaqësi. Të dashur miq, shpresoj që edhe ju e keni shijuar këtë bisedë që sapo realizuam, ka të bëjë pra me artin, me të bukurën, siç e tha edhe Jesiri, sa më shumë që të vizitoni vendet adekuate të artit, qoftë ajo në një galeri për piktura, qoftë ajo edhe në filharmoni, në operë, një shfaqje, gjithmonë të lidhemi pak më shumë me art, sepse vetëm arti, siç e thash edhe më parë, është niveli më i lartë i emancipimit të një shoqërie. Ne do të shkëputemi me një pikë muzikore dhe pastaj rikthehemi sërish në studio me Arditën dhe musafirin e saj.